Qytetarët e Maqedonisë së Veriut shumë shpejt mund të udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm me pasaport pa pasur nevojë për një vizë. Kështu raporton në Radio Europa e Lirë, që thekson se kjo është një nga çështjet që qeveria e Shkupit e ka hapur me administratën amerikane. Heqja e vizave do të ishte një nga përfitimet e dialogut strategjik, të cilin të dyja vendet e filluan në qershor të vitit 2022. Radio Europa e Lirë shkruan se ky dialog shihet si një kornizë institucionale për një nivel më të lartë të raporteve mes dy vendeve, që ofron masa konkrete për bashkëpunim më të thellë në fusha të ndryshme. Sa i përket heqjes së vizave, institucionet maqedonase janë të përfshira në grupet ndërsektoriale të punës për aderim në programin për heqjen e vizave dhe në programin global për hyrje në SBA, thanë nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut për Radio Europa e Lirë. Këtë privilegj në Europë e kanë pak vende si Kroacia, Gjermania, Britania e Madhe, Zvicra dhe Holanda. Në prag të ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë që do të zhvillohet në Leskovac më 11 tetor, Federata Serbe e Futbollit ka bërë një njoftim të rëndësishëm për tifozët e saj. Ata nuk do të shesin asnjë bilet, edhe pse kanë mundësi që të kenë rreth 6.000 të pranishëm në këtë stadium dhe ndeshje për të cilën kanë marrë një dënim me kusht. Në përputhje me vlerësimin e FIFA-s, udhëzimet e Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë, konsultimet me UEFA-n dhe mbi gjitha përvojën e keqe që nga ndeshja e mëparshme që u ndërprer në vitin 2014 dhe për shkak të kësaj i kepi hyrën mbeti jashtë Europianit, Komiteti për Çështje Urgjente i FSS-s mori vendimin se për duelin e ardhshëm midis Serbisë dhe Shqipërisë, i cili do të luhet më 11 tetor në stadiumin Dubocica në Leskovac, nuk do të ketë bileta në shitje, thuhet në njoftimin e tyre. Pjesëmarrja në tribuna do të sigurohet me shpërndarjen e biletave për komunitetin e futbollit përmes shpërndarjes nga zyrat rajonale të Federatës së Futbollit te klubet, studentët e shkollave të futbollit dhe prindërit e tyre, organizatat profesionale dhe shoqatat e futbollit, sponsorët zyrtarë dhe të ftuarit e FSS-s, përfaqësuesit e akredituar të medias, si dhe ekipet miqësore dhe të tjera grupe të nevojshme për zhvillimin e ndeshjes. Hyrja në stadium do të lejohet vetëm me bileta të personalizuara në mënyrë strikte dhe me inspektimin e një dokumenti identifikimi, kartë identiteti ose pasaport, si dhe kontrolle të rrepta sigurie në hyrje, në përputhje të plot me standardet më të larta të sigurisë. Dueli midis Serbisë dhe Shqipërisë u shpall nga të gjitha institucionet kompetente si FIFA, Ministria e Brendshme e Serbisë dhe Federata e Futbollit të Serbisë, si një ndeshje me rrezikun më të lartë të sigurisë. Sidomos për këtë rast, FIFA do të dërgojë deri në 2 oficerë sigurie në Leskovac dhe nuk do të ketë tifoz mysafir në tribuna në përputhje me udhëzimet e sigurisë dhe me qëllim ruajtjen e rendit dhe sigurisë së të gjithë pjesëmarrësve në këtë ngjarje.